Me që të dashur, sinqerisht kur nuk e kam kuptuar pse nuk ka ndodhur kjo edhe më parë, por sot vjen një lajm shumë i mirë dhe kjo është shumë e rëndësishme për shqiptarët me origjinë nga Mali i Zi dhe të gjithë shtetasit e Malit të Zi, kuptohet. Kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajić, ka nënshkruar me autoritetet e Gjermanisë marrëveshjen për njohjen reciproke të patentëve të shoferëve, që do të thotë se nga viti i ardhshëm 2026 në Gjermani do të mund të bëhet përkthimi dhe njohja pra e patentëve të shoferëve edhe për shtetasit e Malit të Zi që jetojnë në Gjermani. Deri tani, shtetasit e Malit të Zi kanë qenë në fakt të vetmit të cilët nuk kanë mundur të bëjnë përkthimin e patentëve të shoferëve në Gjermani, siç e thash, për mendimin tim, një vendim tërësisht i pakuptueshëm, sepse më parë janë nënshkruar marrëveshjet edhe me Shqipërinë, me Kosovën, Maqedoninë e Veriut dhe Serbinë, pra me të gjitha vendet ku jeton numri më i madh i shqiptarëve, ndërkohë që me Malin e Zi nuk ka qenë një marrëveshje e tillë. Por të kuptohemi, vendimi për njohjen reciproke dhe mundësinë e përkthimit të patentëve të shoferëve për shtetasit e Malit të Zi nuk futet në fuqi menjëherë pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje pra në Bruksel. Mali i Zi tani duhet të përfshihet në të ashtu quajturën shtojca 11 e urdhëresës për lejen e drejtimit, kështu quhet, pra me një fjalë në listën e vendeve për njohjen e patentëve të shoferëve para se të futet në fuqi. Ministri Gjerman i Transportit tha se kjo mund të ndodhë në gjysmën e parë të vitit 2026. Pra, edhe një herë, marrëveshja për njohjen e patentëve të shoferëve të shtetasve të Malit të Zi është nënshkruar në Berlin, ndërsa rregulloria pritet të futet në fuqi në pjesën e parë të vitit 2026. E kur do të futet sakt në fuqi këtë nuk mund të them, por unë me siguri që do të ndjek procesin dhe do t'ju njoftoj me të gjitha detajet e tjera. Ndaj, mua më mbetet vetëm t'ju uroj edhe një herë shtetasve të Malit të Zi këtë vendim me rëndësi për ta, në veçanti për ata që jetojnë pra në Gjermani dhe duan të jetojnë këtu dhe të punojnë, sepse mos njohja e patentëve ka qenë një problem shumë i madh për ta. Shteti Gjerman shpreson natyrisht se kështu do të zgjidh edhe një problem tjetër me fuqinë punëtore nga ky vend, por ky është një problem tjetër, një çështje tjetër me të cilën do të merrem në ndonjë video tjetër. Por siç e thash, me të gjitha detajet do t'ju njoftoj kur të futet në fuqi. E ju nëse doni mund të abonoheni në kanalet e mia, por mos harroni ta shpërndani këtë video sepse më duket një informacion shumë i rëndësishëm për të gjithë shtetasit e Malit të Zi e unë t'ju them të drejtën shpesh kam pasur pyetje nga shqiptarët e Malit të Zi pse Mali i Zi nuk është përfshirë në këtë vendim për njohjen e patentëve të shoferëve. Kjo pra po vjen, kur do të ndodhë, unë do t'ju njoftoj sakt me datat dhe me kushtet. Faleminderit dhe mirupafshim.